Miq të dashur të Prives, jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitare. Një falënderim i posaçëm shkon për sponsorin tonë, ai është Vala Forxhi. Tani kalojmë në rubrikën tonë të përjashme, e vërtetë e pavërtetë. Cila fytyrë jona publike është shfaqur krejtësisht nuda? Kush po sjell album dhe kush nga këngëtarët tanë po sjellin bashkëpunim? I kuptojmë bashkë vetëm pas pak. Programi në vazhdim ka përmbajtje që nuk rekomandohet në moshën 18 vjeçare. Të uta krasniqi nudo. Kjo është plotësisht e vërtetë. Aktoria më e përfolur e shtypit roz, të uta krasniqi, është shumë e angazhuar në seriale, teatr e televizion, por ka shumë muaj që ka punuar në filmin e Gjergj Gjovanit që mban emrin Distant Angels. Në të krasniqi bashkë me Nik Gjelilaj janë protagonistë të këtij projekti kinematografik, por përpos rolit në sy bie një skenë të utës. Prive ka siguruar disa fotografi nga filmi që akoma nuk është transmetuar. Në to, të uta krasniqi shihet tërësisht nudo. Anulohet dueti i Encës me Ermalin. Kjo është jo e vërtetë. Ishte Prive që kumtoi lajmin se Enca dhe Ermali do të bëhen bashkë në muzikë. Ky lajm është i vërtetë, por për momentin nuk ka asgjë konkrete. Të dy artistët janë të angazhuar në këngë të tjera dhe këtë bashkëpunim e kanë shtyr për më vonë. Enca pritet që shumë shpejt të vinë në duete surprizë për publikun. Artistët me të cilët është bërë bashkë të herë mbahen për momentin sekret. Sa e më të re, Last Dance. E kjo këngë që është në versionin audio në YouTube brenda 10 dite do të pasohet me videoklip. Por përpos kësaj, Prive nga burime pranduas mëson se shqiptarja është duke punuar në albumin e saj të parë. Ky album do të publikohet në